Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Vendosa të abërtoj, Adrola Dushi habit me rrëfimin. Adrola Dushi ka ndarë me publikun përvojën e saj të dhimbshme gjatë një shtatzanie që siç thot ajo i shkaktoi makthin më të madh të jetës. Teksa ishte e ftuar në një podcast, modelja tregon se përjetoi vuajtje të përditshme dhe ndjesi të menjëhershme mosgatishmërie për t'u marrë me fëmijën. Në momentin që ka mbetur shtatzën, ka qenë makthi më i madh i jetës time. E kam vuajtur pafund, çdo ditë. Është gabimi më i madh që kam bërë në jetë. Ajo rrëfejnë gjithashtu se nuk dinte të ndronte as pelenat dhe se gjatë asaj periudhe nuk i interesonte të ishte shtatzën. Në momentin që ka mbetur shtatzën, ka qenë makthi më i madh i jetës time. Kam vuajtur shumë çdo ditë. Është gabimi më i madh që kam bërë në jetë. As pampersa nuk dija të ndroja, të gjitha i ka bërë ajo. Nuk më interesonte të ishta shtatzën, vendosa ta hiqja djalin, nuk e dija se çfarë ishte në ato momente. Në një vit transmetim tek podcasti ku ajo që ka qenë, kjo ka qenë puntata më e ndjekur dhe që ka goditur më shumë ndjekësit.